Kandidati i pavarur Naim Baza, i cili ditë me parë ishte certifikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor si kandidat i pavarur për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komunën në Drenas, për sot kishte thirrur një takim me përkrahasit e tij për të bërë publik shpalljen e kandidaturës së tij për të parin e komunës së Drenasit. Në këtë takim ishin prezent një numër i madh i përkrahasve të tij, por në momentin e fundit ai vendosi që të tërheq kandidaturën e tij dhe të mbështes Partinë Demokratike të Kosovës dhe kandidatin e saj për këto zgjedhje. Ky vendim nuk u mirëprit as pak nga pjesa dërmuese të pranishmeve, ku ata të zgënjur ritmin Naimi. Para të pranishmeve u paraqitet edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, me bashkëpunëtor, i cili gati se në asnjë moment nuk dëgjohej nga brohoritjet e masës së të pranishmeve. Naim Bazaj dha disa nga arsyet e tij për këtë veprim. Pavarësisht gjithë ato që ndodhen në komunën tonë dhe territorin e Drenasit dhe Drenicës, të gjitha ato dënimet që u shkaktuan për shkak të pa kurrë faktesh, mu vje keq, ju falënderoj gjithë elektoratit tim, ishan Partinë Demokratike, do t'jam Partinë Demokratike. Desha që falënderoj shumë për punën, për angazhimin që keni bërë, i madh i vogël. Aktivizimin që keni. Bosh të deri fitore. Nuk kemi përdoar prezent nga Veseli. Mund ashtë të tërhiqet nga gara. Kadri Veseli u mundua të qetësoj masën dhe të arsyetoj këtë veprim si vlerë demokratike brenda Partisë Demokratike të Kosovës dhe ndërlidhi atë edhe me rastin e gjykimeve të grupit Drenisa 1 dhe 2. Apo mundësi veç nga kemi të qenë. Apo në shkoj të gjokimu, për ato ta në një minutë. Dhe gjoni vërgojnë për disha të të. Shuri smak, hej! Kune! Kune! Në parë, gjithme, jam se të zakonisht dhe rrëve që i sa të këtër, u shalu, gjithë bashkarisht, cilët nga të gjënë tonë Kosova se si me ndonë në afriman Drenica, se ka pluralizm, se ka demokraci këtë. Kur nuk mendojnë njëj, kur nuk mendojnë njëj të mendojnë bashkë, edhe kjo është mesajë. Naime! Drenica ja ka këtëry shpinë në Partisë Demokratike. Kjo është mas individi për mua dhe për Partinë Demokratike. Kur nuk më ja këtëry Partia Demokratike. Sa të tjera Naime! Ja, bëllim të bu. Bëllim e sasje të bu. Më në bëllim. Partia Demokratike. Me i përgjeri shumë, unë dhe Partia Demokratike ka shanë të tjetë të jemi si s'poshko. Edhe mund të me një brori që Partia Demokratike këtë dy kypi sa ti.
Pas këtyre fjalimeve, ai doli edhe në publik duke komunikuar me të pranishmit dhe duke u munduar të relaksoj situatën e zhgënjimit të disa prej tyre. Ekipi i televizionit tonë mori edhe një prononcim nga zoti Veseli për këto zhvillime. Këtë gjes mundet ta bëj vetëm një njeri i cili vërtet ka një taban në rend par familjar, një gjes burror i cili mendon në rend par para interesit vetë, mendon për qytetarët, për komunët, ndonjëherë ndoshta edhe kur mendon se ju ka bë pa drejt. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë, pavarësisht çdo gjuhë, unë falenderoj gjithë këta njerëz, cilët me shpirt e kanë përkra për 17 vite Partinë Demokratike të Kosovës, e dha një mesazh i qartë, si ata si fërkojnë dur nga arrestimet e ish lutetarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pavarësisht mllëpit, kjo do të jetë përgjigjja e Partisë Demokratike të Kosovës. Gjithsesi janë të zhgënjur edhe kjo pikërisht është ajo që është një parti politike në procesin zhvillimor, po janë fuqia tyre dhe besimi në parti është më e madhe se sa çdo zhgënjim më shumë cilimor. Edhe kandidati i cili u tërhoq nga gara për të parën e komunës, zoti Naim Baza, dha një prononcim për televizionin tonë. Zoti Baza, cila është marrëveshja që është arritur me Partinë Demokratike? Kur farë marrëveshje nuk ka këtu, për hir të atyne persona që t'ju dënuar për shkak të Drenica 2, 1 dhe 2, për këtë arsye e pashtë arsyeshme se mos përçohem na që ishin na përço deri me tani. E pam si të gjithë elektorati i Partisë Demokratike u dha ndysh, për këtë arsye nuk jam unë kundërshtari atyne që të jem ndarës, po të jem së bashku gjithë. Megjithatë, një pjesë dërmuese nuk do dalin në zgjedhje sipas mendimit të tyre që thanë tani këtu. Besoj që ata do t'i bindum gjithë që ka qenë kjo për hir të Drenicës, territorit të komunës Drenosit dhe të gjithë atyre bashkëluftëtarë që janë pa drejtësisht në përburgje dhe besoj që do të binden edhe ata që të dalin në zgjedhje. Shikues të nderuar, kjo ishte e gjithë çfarë kishim përgatitur. Mirëmbëjtje me programet tona në vazhdim.